Do ju marrë vetëm 15 minuta kohë, jasi të pastroni mykun nga brenda lavatriçes. Pavarësisht kujdesit të tepruar që mund të tregoni, sërish pajisjet tuaja mund të bëhen fare lehtë të vatra mukoze. Të gjithë personat që kanë një lavatriçe në shtëpi me siguri një herë në javë, kanë në përmbajtje myku që ajo zë gjatë përdorimit. Myku është një masë që zakonisht krijohet në sipërfaqe të lagura dhe të mbyllura. Pavarësisht kujdesit të tepruar që mund të tregoni, sërish pajisjet tuaja mund të bëhen fare lehtë vatra të mukozës. Duke qenë një hapësirë e mbyllur dhe e lagësht, lavatriçja është një ambient perfekt për krijimin e mykut. Ky myk mund të kthehet në një problem të vërtet pasi shkakton aroma të këqija dhe mund të jetë toksik për trupin. Të eliminosh zakonet është e vështirë dhe e lodhshme, por ne kemi një mënyrë natyrale si mund të shpëtojmë prej tij. Ndiqni këto hapa. Përbërësit që u duen janë një gotë uthull e bardhë, një lugë gjedhësot buke. Lavatriçja duhet jetë e zbrazët gjatë gjithë ditës për të realizuar këtë pastrim. Hidhni uthullën dhe sodën te vendi ku hidhet detergjenti rrobave. Ndizni lavatriçen dhe bëni një larje 60 gradë për 15 minuta. Më pas ndaloni procesin dhe vendosni lavatriçen në opsionin përfundimisht të larjes. Uthullas dhe soda kanë në veti dezinfektuese.